ai që fliste me kohën dhe përtej saj, ka njerëz që jetojnë në kohën e tyre, ka të tjerë që e sfidojnë kohën, por janë shumë të paktë ata që e tejkalojnë atë. Në heshtjen e një qyteti që po zgjohej me historinë, lindi një dritë, një njeri që do të ndryshonte përgjithmonë jetën arsimore, shpirtërore dhe kombëtare, Ferizaj. Hafiz Umer Shemsiu, një shi Ferizajt më shumë se hoxhë, më shumë se poet, më shumë se luftëtar, ishte vetë ideja e një kombi që lufton për dije, për gjuhë, për atë. Lindi më 1895 në Prishtinë, në lagjen e muhaxhirëve, fëmijë një familje të dëbuar nga Prokuplja. Moshë të njohur, u rrit në Ferizaj nën kujdesin e dajës Haxhi Plana, dietar i formuar në Stamboll e Kairo. Sor Musa Kraja thot, Hafiz Umeri vazhdonte të punonte me përkushtim për Shqipërinë. Plot dhe nuk u josh asnjëherë ndaj synimeve ideologjike slave e të tjera, ai kishte për ideal Shqipërinë etnike dhe nuk u pajtua asnjëherë me dëshime. Ai nuk ishte vetëse një hoxh, as vetëm një mësues, as vetëm një poet, as vetëm një burr që fliste shumë gjuhë dhe memorizonte Kuranin si melodi qiellore. Ai ishte më shumë. Ai ishte një deg që u rrënjos në shpirtin e popullit dhe qeli në kohët më të errta për t'i thënë dritës se ende kishte vend. Autodidakt i shquar, poliglot dhe hafiz, ai zotëronte më shumë se 6 gjuhë të huaja, gjuhën gjermane, gjuhën perse, gjuhët slave. Titullin Hafiz e mbrojti në xhaminë e boshnjakëve, duke e bërë krenari të qytetit. Profesor Dr. Ramiz Zeka thot, studiusit e quajtën bardit i Kosovës. Ai e sfidoi policinë serbe duke u mësuar shqip nxënësve e popullit, duke shkruar dhe shtypur shqip. Edhe studiusi tjetër, Dr. Sadik Mehmeti për Hafiz Umeri, thot që ishte autor veprash fetare, didaktike dhe abdetare, disa të shkruara në shqip me alfabet arab. Ai hapi shkolla shqipe në Ferizaj, Sazli e Talinoc. Ishte poeti i parë, i njohur i Ferizajt, autori veprës madhore Nazim Gafuri. Në netët e errta kur pushteti digjte librat dhe mbyllte dyert e shkollave, Hafiz Umeri ndiste dritë me zut, mos u trem, u thoshte në zonë. Shkronjat janë më të forta se hekurat. Në mëngjeset e ftohta të Ferizajt me çallmën mbi ball dhe librat nën krah, ai este si një ushtar pa armë, por me fjalë që vrisnin harresën. E kishte varrosur dhimbjen thellë fëmijët e tij, të vegjël që shkuan në amshim. Pa thënën as baba, ditët e urisë dhe të burgut, humbjet e mëdha që i shndroi në poezi, në këngë, në lutje. Në emër të miskut, lulet lagshtue, afër duket, lindja e diellit ton, mora pendën hartim me shkrue, dashurinë e bahqes ton. Flakoi dielli, sa kuq një boj, edhe në mes me të zi o shkru, a i thue Remzit, ku do t'na ilshoj, ne të mjerve, me na rezu, o bylbyl, sa mire po këndon, shi, sa fort po më përgetme. Natë dit qi po vajton, mu bashku me vllaznit tu. Muhamet Piraku thot, ta mbrosh fen islame ishte luft për kombin shqiptar, ta mbrosh gjuhën shqipe ishte heroizëm kombëtar. Hafiz Umeri ishte ideolog. Lëvizjes së rezistencës shqiptare, ai veproi në mbrojtjen kombëtare të Kosovës, partinë, bashkimi, drita, lidhjen e dytë të Prizrenit, e organizime tjera të kohës së tij. Ministri Albin Kurti për Hafiz Umerin thot, krahas Hasan Masuricës luftoi me armë në dorë kundër pushtuesve bullgare serb gjatë luftës së parë botërore. Ndërkohë edhe studiuesi Ramadan Shkodra thot, mori pjesë aktive për realizimin e Shqipërisë etnike, duke ngjallur armiqësinë e pushtetit serb ndaj tij. I përndjekur nga regjimi komunist, shëndeti ju rëndua. Në maj 1945,
mbylli syt për gjithmonë. Në vendin ku ndezi dritën e parë të dijes shqipe. Studiuesi Roald Hysa thot: renditet ndër 30 figurat më të shquara të shekullit 20 me kontribute të ndjeshme në shoqërinë shqiptare. Hafiz Ymeri është udhërrëfyes i së armës. Fjala armëdia mburoi çdo shkollë shqipe, libri i hapur është pjesë e amanetit të tij. Doktor Mehdi Hyseni thot: një nga personalitetet e shquara kombëtare, fetare dhe atletare. Hafiz Ymeri nuk ishte vetëm historik. Ai është shëmbulltyr, ai është dritë, ai është rrugë. Le ta kujtoj me nderimin që i takon. Lamtumie o popullim. Për ty dhash atë që mund ta jepje, pasurinë, familjen, veten, për ty do të vinë ditë më të mira. Këto ishin fjalët e fundit të Hafiz Ymer Shamsiu. Ai e mëson se arsimimi nuk ndodh vetëm në shkollë, ndodh në shtëpi, në xhami, në fush, në burg, në këngë, në lutje. Na mëson se patriotizmi nuk është thirrje me zë të lartë, por veprimi i heshtur, i përditshëm, të mësosh një fëmijë të shkruaj, të bindësh një të ri, të mos largohet, të qëndrosh i drejt kur të tjerët përkulen. Pyetja e vërtet nuk është kush ishte Hafiz Ymeri, por kush nga ne do të guxojë të jetë si ai sot, në një kohë ku kombi ka nevojë për zëra të urtë, për mendjet formuara dhe për zemrat pastra, ndoshta më shumë se kur kemi nevojë për të rikthyer figurën e tij, jo si monument, por si model. Hafiz Ymeri nuk kërkoi kur lavdi, por nëse do të jetonte sot, do t'i mjaftonte të dinte se brezi që vjen e nje dhe e ndjek, jo nga detyrimi, por nga mirënjohja. Në çdo gur të vjetër të Ferizajt, në çdo mëngjes të fshatrave të Kosovës, në çdo alfabet të Shqipes që u ruajt nga flaka e pushtues, është pak nga ai, në një vend ku shumë u përkulën, ai qëndroi si mal. Të mos harrojmë, të mos harrohemi. Jetove pa fëmijë, por le pas një këmbë. Në çdo nxënës, në çdo zemër shqiptari, ron trashëgimia jote si këngë e Zotit ton. Në çdo alfabet që ruajte, në çdo vang që shkruajte, në çdo zemër që ndrite, ti je prani që shuhet kur